Ka më shumë njerëz të mirë në burg brenda apo jashtë? Njerëz të mirë brenda apo jashtë. Unë mendoj që po shtohet numri i atyre njerëzve të këqij që po shkojnë në burg, po ka shumë njerëz të mirë që janë në burg. Që janë brenda. Po shpresoj që numri i këtyre të këqijve që shkojnë në burg, dhe duhet të dish një gjë që është më e dhimbshme kur ke të mirë në burg se sa kur ke. Po. Po që se bëhet fjalë për një amnisti tjetër në këtë versionin që të bëjmë amnisti për të thënë që bëmë amnisti më mirë se. Po këto eskortat e burgut nuk e shikoj që nuk janë bërë askuj që ata eskorta në për burgje apo jo tani? Nuk ka atëherë. Eskortat janë jashtë burgjeve. Eskortat janë Jo që hynë brenda se jashtë burgjeve. Po brenda dihet që do hyjë ajo. Normal që do hyjë. Sot e kishe sa tokën e shoqërimit. Se s'do rri jashtë. Po, eskort toga e shoqërimit për atë. Në qoftë se je eskort do ta shoqërosh atë personin kudo jashtë brenda kudo, kështu që pse mos t'jenë edhe brenda në burg. Zakonisht, to që hynë brenda janë. Besoj do të që po talleni me një temë kaq të rëndësishme. Jo, po ne kemi shumë seriozisht. Ne përshëndetim dashurin. Mua më rezulton që shumë njerëz që kanë punuar në burgje kanë vrarë veten. Njerëz, punonjës burgjesh, kanë vrarë veten. Her pas here ndryshojnë drejtorët. Për shembull, kalon ca kohë ta ikin drejtori, kalon ca kohë ikën drejtori, kalon ca kohë. Tani pse ikën këta drejtorët? Do të thotë gjithë kjo ekspertizë. Burgjesh. Pranga. Kështu pse ikin drejtorët Që mos familiarizohen me të dënuarit. Po. Termi Nuk e shikon një këndvështrim tjetër, po Karanja. Si këndvështrimi tjetër, po. Ja ta them unë. Po ndryshe do familiarizohen, do marrin lek shumë dhe pastaj çfarë do bëjnë aty ke vendi punës. Unë e shikoj si paqëndrueshmëri këtë, sepse lvizjet e shpeshta se të patën duhet të ketë një afat i vit, se jo janë 2 muaj ndrohet, janë 2 muaj vjen tjetër, janë 2 muaj vjen tjetër, kjo tregon një paqëndrueshmëri. Jo. E ke gabim. Marga? Jo, unë mendoj, mendimi im është që... Jo, nuk jam modeste. Mendimi im është ky që ata shikojnë se sa të lumtur e çfarë jetë bëjnë këta kapot e burgut edhe thonë, jo vllad ndjen të dëshpëruar ikën e lënë frontën. Jo, edhe ti e ke gabim. Çela i fundit, shansi i fundit për të thënë të vërtetën para publikut. Unë mendoj se 2 muaj janë shumë. Se ka i Barsalet që thënë ta çojmë 1 muaj të doganat. Jo, se është shumë. Është shumë. Edhe kjo pjesa unë kam vështimin që pjesa e kam dëgjuar dhe unë këtë. Kupton drejtor burgu se do martohet, e kupton, e çon drejtor burgu bën lek të dasmës. Po të ri gjatë. Ta shtjelloj qëndrimin tim. Po, dua që ta shtjelloj. Qëndrimi është largohen shpejt për çështjen mos familiarizimi, që do të thotë në terma praktik është, nëse drejtorët ndrohen shpejt, çmimet nuk ndryshojnë. Nëse drejtorët që ndrohen gjatë, nuk rëndohet dora. Fillon bie çmimi pastaj se bëhet familiarizohesh ti. Unë mendova që ishte çështje çik dinjiteti, kështu pas ka qenë. Po ç'a dinjitet në burg do gjeshti. S'ka dinjitet mes qytetit. Po jo vetëm Jelozoj me krerë të organizatave atje. Jo vetëm sa ne po diskutojmë mënyra se si u aratis, po aq e dhimbshme është edhe të mendosh pjesën pas saj. Sa kollaj ishte të aratisej, po sa kollaj është të fshihesh në këtë vend. Pra një aratisur që aratiset është edhe i filmuar, edhe kaq mbaroi filmin. Kaloj 1 ditë, kaloj 2 ditë, do arrohet. Po me sistem tim s'ku figuron kë, me sistem tim s'ku figuron kë. Ka Teams. Apo dhe te Teamsis i kena futuar nësër. Prandaj po vëm gjithë to kamera këtu vërdallëve që kemi sa më shumë. A ke gjuhë që po vin kamerat? Ja, u zgjidh ky problem, do vin. Nga ato kamerat 50.000 euro thua ti? 50.000 euro që bën 2. Jo, ishte 52.780. Po ajo kamera edhe kap